tani ne dëgjuam muzikë, po nuk të pyetëm ti Ols, çfarë muzike dëgjon zakonisht edhe çfarë po themi rrymë të inspiron gjatë periudhave të ngarkuara? Jo, në përgjithësi dëgjoj muzikë pa tekst. Instrumentale. Instrumentale, ritmike, gjëra që kanë më thënë techno, gjëra të kësaj natyre më I ndan sipas moodit apo në çdo kohë mund të dëgjosh? Unë në përgjithësi kur ti dëgjon muzikë nga YouTube, cilën unë kryesisht dëgjoj kur jam në makinë, ajo krijon atë matricën e vet, krijon atë gjën dhe ti lëviz nëpër ujërat që ti zgjedh që të lëvizësh. Një sugjerim kam unë. Ne tek Sol 89 Radio kemi muzikë shumë të mirë, kështu që kur je në makinë mund na dëgjosh. Se zgjedhin çuna në shumë kujdes. Pa diskutim. Për shembull, një po them një sidekick Deep Fear nuk më del kur nga qefi, për shembull, është një gjë që e dëgjoj vazhdimisht, po them një tipologji muzike. Kështu që kjo është, këtu janë ujërat në të cilat unë notoj. Si bëra unë tani, po, talamet muzike është ajo. Unë se kam idem fare. E goni me mendje ishte tek pyetja si bëhen filmat në Amerikë. Jo, isha tek pyetja si bëhen filmat në Amerikë, po kjo sidekick Deep Fear. Është techno? Është techno. Nga titulli këtë vibe. Interesante. Është Ani si bëhen filmat në Amerikë? Si realizohen, si mrihet, si funksionon industria atje. Industria atje funksionon pak më ndryshe se në Evropë, është një zinxhir i vendosur qartë, pra le të themi një producent shkon tek me që e kam përpara Cineplexin, shkon dhe u thot që un kam këtë në kokë, kam këtë film që është me Shkon te kinemaja, kam këtë film që është me këtë regjisor, ato e fusin atje tek kompjuter, në ato të vetën. Kam këto aktor, bie fjala Al Pacino dhe Filani, dhe ne e fusin ato atje. Kam këtë regjisor, kam këto gjithë elementet që përbëjnë filmin dhe ato thonë, "Okay, ky film minimalisht tek ne mund të shesi kaq para nëpërmjet biletave se biletet janë ato që ushqejnë kinema në Amerikë." Dhe ky me këtë kontratë, me kontratën që ka me të gjithë aktorët, regjisorin dhe të gjithë këto që të lartë përmendurit, shkon dhe nëse nuk i ka ato para, shkon dhe i tërheq kredi, mi merr kredi në bankë. Dhe kështu ai ndërmerr përsipër një nisëm e cila në vetvete është një risk, një rrezik që e merr vetëm ai. Dhe në fund të ditës është ai që kërkon që përzgjedh regjisorin e duhur, aktorët e duhur etj, sepse risku është i tij. Dhe ai me intuitën e tij e di se cilat filma mund të hecin dhe cilat filma mund të sjellin sukses dhe ai PO Boxit mbushet plot me shikues dhe para. E njëjta gjë mund të funksiononte edhe në Shqipëri nëse në Shqipëri do kishte kinema, pra nëse në Shqipëri çdo bashki le të themi do kishte kinema në vet. Për shembull mund të themi në Cerrik do kishte një kinema, në Korçë, në Maliqe, ku e di unë do kishte një kinema të madh apo të vogël në funksion të atyre qytetarëve. Unë i pari do ishte ai që do ndërmerrte realizimin e më shumë se një apo dy filmave në vit, sepse do e dija që filmi do briten nëpër Shqipëri dhe në një kuptim apo në një tjetër do ishte i shitur. Do i kujdoj, po. Dhe detyrimisht pastaj do fillonte të vendosë një standard se cilat filma janë ato që mund të ecin ose jo në Shqipëri. Ndërkohë që gjëja që mungon është vitrina me cilën ti mund të shesësh filmin tënd. Sepse në Shqipëri ka shumë pak salla kinemaje, të cilat nuk arrin dot të justifikojnë paratë shpenzuara për realizimin e një filmi. Ndërkohë që ti si producent konkretisht je i detyruar që të shkosh edhe të bësh takime me bizneset. Dhe kjo pastaj kthehet në një rutinë frustruese, kthehet në një duhet të shkosh kërkosh lek. Duhet të shkosh të kërkosh lek për një gjë të cilën e cila në fund të ditës kompanive që t'japin para nuk është se o kthejnë para në mbrapsht. Dhe këto janë vetëm dashamirë dhe njerëz që të ndihmojnë ty personalisht, që vlerësojnë punën tënde po them. Dhe janë ato që në fund të ditës thonë, okay, e di si është puna, po ti bën një gjë të mirë, unë po të ndihmoj një herë, dy herë, tre herë, po sa do të ndihmoj ai? Po. Se sa do të ndihmoj? Sepse sa do rritet shitja e sallamit nga filmi ose shitja e djathit. As që bëhet fjalë që kjo gjëja mund të sjellë aty përfitime, përveç se një kënaqësie personale, po faktit që ai ka kontribuar për një film, po faktit që vjen premier, po faktit që
në postrat apo në banderolet apo në mbase edhe mund të ndikoj tek një rritje të shitjeve, se unë po kujtoj tani Barbin, çfarë u bë me Barbin që në thelb ishte i marketing për kompaninë. Barbie aq para sa shpenzoi për filmin, aq para shpenzoi edhe për marketingun. Dhe marketingu i shumë filmave ka atë shumë para që kanë dhe për realizimin e filmit. Mbajnë mos gaboj, Barbie ka pas një kuot diku ke 160 milion euro për realizimin e filmit dhe aq ka patur për marketingun e filmit. Po. Kështu që flasim për shifra astronomike të frikshme. Patjetër komplet. Patjetër. Nuk vendosen dot në krahasim me njëra tjetrën, po është e pakrahasuar.